Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Uroj të jeni mirë. Do vëmë dhe sonte një mesazh për ju, por nga këto letrat telepatike, letra Oracle nuk janë tarot, por janë Oracle, dhe të fillojmë siç jeni shenja e parë, të dashur Deshër, me mesazhin e juaj. Cupid. Shikoni gjithë sa i bukur që është ky dru dhe ky burim këtu. Nuk ka nevojë shumë të dini të shikoni dhe thotë çfarë pasqyron. Dashuria është në ajër kur Cupidi është përreth. Por kjo letër është një sinjal i qartë që energjia e dashurisë është aktive në jetën e juaj, qoftë në formën e një ndjenje të re, një rikthimi të papritur apo një ndërlidhje shpirtërore që po afrohet. Cupidi është simboli dashurisë së papritur dhe absolutisht i pastër. Është një shenjë që zemra jote po hapet ose dikush tjetër është duke ndjerë për ty, të dashur Deshër. Do thot, mesazhin që po merrni është të paralajmëron mundësinë e një takimi që nuk është i rastësishëm, një njohje që sjell emocione të sinqerta dhe të thella. Nëse jeni në një lidhje, Cupid sjell freski në lidhjen e juaj, butësi dhe ndjenja që ju kujtojnë pse jeni dashuruar apo pse u dashuruat. Mund të jetë një periudhë më romantike dhe me shumë afërsi. Dashuria është rreth teje. Mund të ndjesh një tërheqje të fortë ndaj dikujt, një lidhje intuitive ose thjesht një val ndjenjesh që vjen në fakt pa paralajmërim. Mos e injoroni, të dashur Deshër, këtë energji.